Buçi më bu CHI. Bu CHI. Ne, po. Jemi dhe kësaj rave. Mirë se na gjete e bëboç. Mirë se të gjeta, Buçi. Jemi përsëri kësaj rave, kemi vënë argatët në punë të na bëjnë ca koktejla për mbrëmjen tonë shoqërore. Me çfarë se kemi këtë mbrëmje dhe? Apo ka të kështu shoqëri? Po ko, kështu luftojmë depresionin me festa. Jemi mbledhur këtu së Pashku, jemi gati për një super fist. Çfarë kemi për të ngrënë? Fërges, byrek, sallat. Sallat? Shat, ja. Sa në sallat? Përse dhe sallata quhet kur pjatë? Pjata shumë byrek, qëra, kam bërë. E ka Gjermani for spice, e ka for spice, që për ju që dini ka for spice i Gjermani. Po pjatë parë. Po që bëhet? Bëhet? Qyzini. Mirë, në përgjithësi mirë. Ti nga puna mirë? Bere qamë. Shumë pytet ka marrë të podcastin në bërë shumë. Sa e ke rogën, sa kështu. Këso publikove një herë? Jo, ato janë informacione, jemi gjermanizuar edhe ne deri në një farë pike, nuk të regohet më roga. Qa ke Gjurki? Duhet të bëje koktejlat zëtrote. Iku. Si ka emri këri po bën këtë? Qa këri po bën këtë? A i po bën seks në plazh. Në bën një koktejl i quhet seks në plazh. Rofshi, ja. Me portokalli hajt apo e kemi? Jo, ke portokalli është vetëm për zbukurim. Ose kur nuk shikon kamarieri e ha, zakonisht. Po zakonisht është shërbet femrave rë. Zonjë shpizën këto? Ja, po e ka respekt në jesh. Filani këtu, qoshe. Qoshe është shërbet e para, gjithmonë. Arrejonë. Normalisht, e epi, na zbrazujnë që të shi. Të zbrazujnë. Qa të shqetson? Mua? Po s'ka marrë të psikologu, ka marrë podcast. Normalisht pra. Mirë, qa nuk të shqetson? Mua që më shqetson sot e kësaj ditë është shoqëria e sotshme. Kjo është. Shumë e shënjërja. Pse? Po. Ku qëndron? Ku të rregull? Njerëz që duan të interesojnë. Pse? Për shembull ne këtu që jemi nuk kemi njerëz, falso nuk kemi njerëz me interesa. Po ne këtu se jemi të zgjatur se këtu kemi piketuar njëri tjetrin, po në përgjithësi për shembull, kështu janë. Edhe nuk ka të bëjë as me gjini, as me sideratas, me asgjë. Njerëzit kështu janë. Po çfarë do bëni? Frymësit. Të frymësit, po mirë, si është një gjë të vësh një problem në dukje, është një gjë tjetër pastaj të Po ja, ti ke parasysh vetë për shembull sa njerëz, sa goca, sa çuna ke njohur ti për shembull, të shkëndijë mohabetin fillim me këto. Pastaj me kalimin e kohës njerëzit ndryshojnë. Çdo kush për shembull kur nis një raport, një marrëdhënie, një kështu, çdo kush ka interesin e vet. Çdo kush ka interesin e vet, kështu që. Normalisht ka interesin e vet. Ne kemi një wild gurke që po na afrohet me një super koktejl. Si ajte Producer Kids. E ke parasysh? Producer Kids. Nuk dëgjohesh, plako greshi këtë. Qa është kërë? Që përnë ato real sat. Që gjithmonë e me producentit që vjen e Producer Kids. Wap! Here. Bjeri. I fut akull brenda ku për këtu? Që si fut brendej? Bëhet dhe Po ti të fiket që ka mikrovalën? Shtypet qecin aty? Fike mikrovalën të tri. Se më shqetëson. Qecin e kuq, te priza. Ashtu. Jemi nga Gjirokastra, kurse që kemi qenë elektrik. Pse? Për shembull ne kemi edhe shumë rob të zgjedhur. Nuk është një Big Brother VIP për shembull që ata rob që janë atje. Po, shumë rob të mirë janë. A janë VIP pra kështu do mendoj unë. Që janë arke shoqërisë. Po VIP që se jam për shembull si thosh nga followersat që kanë në Instagram. Nga bëmat që kanë bërë, nga skandalet që kanë bërë, se për mendimin tim VIP kuptimi VIP është very important. Po VIP ata janë më të shikuar për momentin. Po nuk janë important. Are watched, të parë nga shoqëria ku shikojnë. Po s'është important. Çka ka marrë për shoqërinë asgjë. Ku ti çon bën ato? Është ajo që thotë Thereze, apo ato fjalët që thonë që i shpikin kështu për ditë. Atje. Pusën atje. Jo varet nga çfarë ka dhënë shoqëri, çfarë influencë ka tëra këto. Ata influencë mund ta kenë, po
Marrë për çfarë kam. Varet çfarë. Po ato Si është e parë shumë, dhe për konsumatorin është gjë shumë interesante, për shembull shifet shumë fare. Numrat janë në qiell, ajo përputhen love story që janë këto budalliqe të gjitha. S'kam çamere njerëzit normale. Si më s'kam çamere. Po tani breti sot më është i djegur për dashuri. Pse? Po për djegur për dashuri, ç'a bën ja shkojnë për puthë. Nëse s'kam çamere njerëzit ato, si ta them unë si mohabet e kafe. I ke parasysh? Para flisin për Ezeklin për kafe, tani flas për puthën për këtë. Se ikën bëm atë Ezeklin. Ikën bëm atë Ezeklin, se ka thënë se gjerë fishta e ka thënë të. Ja, e ke parë Ezeklin dhe jo? Jo. Unë s'kam parë asnjë gjë, nuk jam tradhtar kombi, unë shikoj nga. Tipo. Unë shikoj Skënderbeu gjithmonë on repeat. Kështu sa mbaron, do pra dha para. Ona erdhi seksi në plazh tjetër. Çka ka brenda ti? Nuk di çka ka brenda, atë për të mira gëzime. Për të mira gëzime. Lumshin duar, burger. Pia ato dhe je. Me qumë është shkare? Po pse zgjodheni një çik rakik? I ke zane tu pse ke kokonat? Kokonat. Ka kokonat filani. Lumshin duar të ri. Po nuk na ke si ato kallama. Duheshin në fakt, no? Duheshin, ashtu e ka lezetin e me kallama. Po kallama e pi lokal, që të zasi qik. Pa vash avash, ta plotësosh 2 orarëshe. Po tu s'përa ndoj njëri, pse? Po kemi artiti që. Hajtë qobe. Maestro, tjetrën, se iku. Hajde, hilo. Si e kishte Emina kënga që i pjotar ditim në atëri, që ishte e përputhen? Kushme? Ma jo, deal, jo me mu nuk ka deal. Aja, Ana zërë. E kujt? Ana Leshi të vaja. Ana Leshi. Qa kemi ato ti, pse keni në ato? S'kam janë, që të kemë atë, thjesht ka pas ca bëme që ka bërë ca bujtë, ca pëshu. Në me di personal për atë s'ka. Ishte shumë niveli lartë i muzikës shqiptare, shumë i pari. Njerëz që duan të mënin e tyre në çdo lloj mënyre, u futë përputhen një që e fitoj më në sa deri karbike, nxori kanën e marr. Tani po prapë përputhen dyshi, e bëri bëmi tjetër. Si u fut dy? Po më. Po si më bësh dy? Donte beb edhe. Donte beb? Si donte beb? Po kështu tha ajo, dua burr, tha dua beb. Po gjeti burr apo vetëm beb? Po sigur gjeti më di unë të bëjmë. Po ti thua sikur gjeti një tani apo di unë ç'a bën ata, hë? Se ti mos e kam folur në Instagram, të shikoj këtu në Instagram ç'a bëj. Po se shoh. Stockholm. Nuk stokoni hiç, ë? Po. Ja, po mirë. Disa stokojnë njëri për zotin. Stokojnë keq fare. Ne dy që kam pasur unë që kam njofur kështu kishin stokuar edhe ty. Kush? For real. Po vërtet? Po. Mirë se përmendin tani emra on spot, po që Unë vetë do shikoj, unë njëra veti është jam kështu. Jo më direkt bëm bum kush qysh tek, e kupton? Qa bën, sa ka rogë. Sa e ka rogë, kuri. Qa ha, qa pi. E kujtja është? Gjithëm të diqe. Po, se e ki bashka detare. A detare? Bashka detare, të në bashkë nga njëta... Tjerake? E keni këshu si qytet ju. Ne mafja. Ne Fjerake. Ai më ngrit morti jeni mafja Fjerake. Mos ngeli mafja për në Fjerë, zoti i madh. Ne jemi si shpirt. Jere si shpirt jemi. Jemi si kështu na si të ngjyllë mbuluar si ishte. Ke parasysh duke me të urtë edhe me këtë tekstin e bukur që kemi. I bukur ishte. Ai mund të jetë shumë gjëra, po i bukur është. Jo, është i ëmbël, ke parasysh e fitojmë zemrën. Edhe duke me kështu dhe njerëz paqësor, po jemi në që birë nenja birë. Sa në gjithi që kongjilli mbuluar. Që që bani frymën njerëz, kujdes me Fjerakët, edhe me Fjeraket. E ty mirë të kajtë, po më mirë të kajtë, të shumë mirë në mëjnë. Dërë ta shi mirë. Dërë ta shi për e qatë. Shallah, se mos marë. Po mi, pse ashtu fletë keshtë të taj, pse thoj jemi kështu ime ashtu, shumë ka e të mirë. Po, kur na të cënojnë, për shumë, sa gjëra jemi të shumë. Kër të cënojnë, kër të cënojnë, shumë. Me qaj, ape bini me akë shumë me domate sere, pëse... Ire, që thojt jere? Në t'ju këtë shumë jemi. Të ju të beratit, qa? Po s'ka të lërë një stres beratit, qa? Po, ka lezet. Pse qa, po s'është negative mi stres beratit, është pozitiv, është kompliment. Mistret qa kuptime? Mistret në kuptimin e mistret i për mbletesh, nuk ka... Qa dhe shpekush mistret i për... Gjitha është, rëpë qapë kënë fletë, bën, au, iu, tashur nga të smuës, gjitha. Paket është all inclusive, të më, ajka.
Edhe modest. Se kuptohet. Në që goqa modest. Modest jemi goqa. Ti vetëm me berat se kam njërë. Mjafton. Mjafton? Të vajson të beratin. Krenarisht. Na thonë që të bukur të që na thonë një gjë që të qesim një qik. Edhe qajmë pasaj qik më vonë nga gjusë moshit dy. Qa halësh këti? Qa halësh këti? Së të më të shi publikisht atë. Si jemi publikisht, jemi në nickname. Po. Gjithsesi. Spitzname. Spitzname. I thonë, qa është Spitzname? Shpegohet ashtë një se? Është kështu si... Qa e thotë shqip më nickname? Re filan. Nofkë. Nofkë. Përse këta i thonë edhe nofkës nofkë në Hirohastra. S'ka të re. Elare, pusti. Si e ka një Gjirokastra? Hajde, iktes. Si e ka një Gjirokastra? Gjirokastra ime. Pasaj si vazhdojnë kështu. Po, nuk është thjesht në një këngë shërbje, jo, se këngë vari leshtër. Hajde, join. Po e kemi qep. Pëlqen rakia? Ja, jo së shkuarë, sa përna jo Jo, e njëjta është. Ajo lokalit, nuk kemi të lokalit. Kjo është bërë për vete. Kjo është e këti viti, apo? Kjo është jo, e këti viti po është para, do me thënë këti viti. Se ajo që del direkt është duke sigurisht shumë e butë, do me thënë të gënjen, që të zë shpejt. Po që është këgjasi të. Mos marrë shfare, pa më. Pijet. Se pije në herë për parti? Ja, raki. Herë pas? Vetëm behar që thash që kur vjen më shkonje dhe bënte nëna ime, thoshte që Leo me raki, thoshte se sta frona. Edhe me raki Leo. Ma aty. Në një lërë, pa. Po mirë se përstis lëkura disi, deri në një farpike... Më ndaj zi me gjumë i top së një që të piskoni më shkonje, bënë që të bënë të gjumë. Nuk të zë gripi, që të marrë një aspirin me rakia të lyhe, që të frukoj. Përko me raki. Një shqiptarë përite, një të parët në medicinë, kreasohet fare. Nga bëjnë një gjyru në plasja ato, që të kënaqemi me edit pasaj, vetëm të ish ato bau, piu, mbarua ato enët. I ku vdiq. Fole keqe. Dhe damla, se piu atë, piu filtri. Kështu është, do marrë cigare elektrike ti. Kancerin ose e merr natural, ose se merr fare. Këto variacionet nuk janë asnjë gjë. Qa është një gjë për shembull të sot me që të ka për shumë përshtypje nga 10 vite fundit apo të dy? Nga 10 vite fundit. Qa më ka bërë mua përshtypje? Lezetshme ishte ajo peticioni që kishte bërë ajo Dirama. Tjerë, qofte. Di qa pyetje ishte atje tek ai peticioni që bërë Dirama? Për çfarë kishte pyetur për legalizimin e kanabisit, më duket. Peticione, kur ishte? Jo, si peticiona referendum, se qa quhet. Kishte dërguar letra për shpiç çdo njeriu, domethënë, dhe bënte disa pyetje për çështje madhore. Bënte pyetje domethënë për këto Open Balkans. Bënte pyetje për legalizimin e kanabisit medicinal, jo komplet legalizim domethënë. Dhe një dubdove që tjera pasaj, se di, domethënë, po këto ishin që ta të kryesore. Çu duket? Çfarë mendimi ke ti për shembull për legalizimin e kanabisit? Ose në përgjithësi? Mirë do ishte. Legalizohet, po është vetëm medicinale. Medicinale është do marrin koncesione firmat që do japi shteti dhe ata do bëjnë lek prap. Na i filani që është ku dëgjon Lazarat apo në Dukajin një mund të marri prap, se s'është legalizuar për ata, për kështu recreational use, domethënë për ta pirë. Është vetëm medicinale. Që nuk fitojnë gjë njeri me këtë që është, ose du të legalizohet komplet. Se tani ka dhe Europë që janë kapur me një qese për shumë. S'ka kapacitet Shqipëria që legalizohet komplet. Si ka kapacitet me një produset më të mëdhenj në Europë, si s'kemi kapacitet. Po mirë, dakor, shqiptari është tërë jeta është munduar me të shehur, ka parasysh merre këtë, nuk është se i bëjmë dot gjëra të hapur në rrugë të drejtë. Më duket shumë kështu. Po çfarë problemi ka që të bëjmë në rrugë të drejtë? Taksa do merret. Si do kishte puçi? Do kishte. Po është legale. Do të paguash taksën, paguash akcizën, që paguhet për cigaret, që paguhet për alkoolin, që paguhet për naftën. Pse di? Recreation është. Unë jam Do propër. të legalizohet komplet. Nuk legalizohet komplet apo? Të legalizohet të plak se kanë gjithë ata çuna të rinj që kanë rënë brenda kot, ose të paktën ose që se legalizohet të dekriminalizohet apo. Të paktën mos futen rob në burg, kupton? Se legalizimi pasi është çik hap direkt shumë i madh, domethënë. Të paktën të fillojë të dekriminalizohet. S'ka kuptim ndryshe. Sa jo Open Balkan masaj është më mut akoma.
Kush çështja? Po pis no, që just më shpërbëj një pyetje kështu, më thonë që si ti filan që je në shtëpi që literally don't give a fuck se çfarë po ndodh me thënë se ti do thjesht të marrësh atë rrogën në fund të muajit që të mbash shtëpinë. Për ty si çfarë mendon ti për Open Balkan? Po edhe mënyra se si kishte paraqitur aty dile vetëm anë pozitive domethënë që do hapen televizin të lirë, sikur vdiqen Europë për të vajtur në Serbi apo vdiqen Europë për të vajtur në Maqedoni, sikur të pas ndonjë problem. Sikur vu tani. Po mirë ku ëndra europiane tani. Po shumë i rrezikshme nëse po të hapin ai shumë tregje që mendon ai domethënë ata na mbytin eksportin që ka Serbia me lokomotiv në Ballkan. Kur krahasohet fare asnjë domethënë normalisht Bullgaria mund të ketë pak më shumë. Edhe Greqia deri diku. Po Serbia është shumë e fuqishme. Mos me këto gjëra që kemi ne që prodhojmë akoma. Të njëjtën po. Se një mund prodhojmë. Çe kemi në një blektori, në një gjë, në një gjë që shit jashtë. Ata të tregu serb, mielli, gruri, ata xhapo të mbysin. Imagjino po të hapet fare, pastaj ç'a bëhet. Qumshi, kështu dele gjëra që vinë nga ndej, nga Bullgaria, nga Rumania. Po bëj ajo të propos fare. Kriptarët janë gjithmonë më shtrenjta. Unë jam për jo. Nuk më pëlqen. Ju s'pëlqen asgjë më pak. Po s'm pëlqen më kjo ideja e Open Balkan, se s'është ai qëllimi jon. Për çfarë na duhet një Open Balkan? Një cili është, sipas te. Vije fuqizimi i shtetit brenda vetes. Nuk është pse do ti kur jo është mundësi ti se bëj që ka ai vite që kërkon të ketë dalin në det, ja hapësh ti në tabaka. Urdhë zotëri. Po mirë ti shikon anën vetë negative tani. Po shumë e madhe ana negative, se ata prandaj nuk e përmendin fare. Se e din shumë mirë se ç'është. Ka shumë trik të fortë. Çdo marrëdhënie për shembull dhe midis shteteve në një farë mënyrë të fuqizon. Cili shtet për shembull dhe Greqia që është në Bashkimin Evropian e tëra që fundos nga ekonomia, tëra këto, apo tëra këto. Prap, e Po neve si do na përfitoj? Ne si do përfitojmë te kjo? Ti je dhe fushë, ti je financa. Si mund të përfitojmë ne kemi financë marketing, ha. Përzier. Deri ku vend të punën, besoj nuk e di. Po vend të punën për çfarë, sepse ti ato vend të punën që ke për shembull, ku dëgjon bujq blektor që mund të jenë lushën fjerë gjithë që prodhojnë, po i gjithë ti. Po u hapën treçi tani, domethënë nuk e konkurron. Ku do ta shesësh ti më? Ku ta shes? Se deri tani që flasim ne tani. Po i jep të paktën një shans, e kupton? I jep mundësinë atyre për shkakun që me atë forcë që kanë, ato marrëdhënie që ata mund krijojnë, ta fuqizojnë biznesin e tyre. Kush është i zgjuar ta bëjnë, si çdo biznes tjetër. Sa lokale hapen edhe në Shqipëri sa falimentojnë, se nuk din ta mbajnë. Ai që është zoti e mban. Të shumë thonë jemi biznesmena, ne dim ta bëjmë këtë, dim ta bëjmë këtë. Biznesi është vetëm ajo, e kupton? Biznesi po sit në një të koka, po nuk fole, po nuk pyet të tëra këto. Falimenton. E kupton? Edhe ai biznes është. Si kanë ekzistojnë sot eksalit bizneset e tjera në Shqipëri. Dhe bizneset që ekzistojnë në Shqipëri nuk janë bizneset që janë brenda 1 ose 2 vitesh, janë bizneset që kanë qenë për një periudhë shumë gjatë kohore. Po mirë se kanë një pjesë shumë të madhe të bizneseve në Shqipëri që fitimin e kanë sa një rrogë, se thjesht nuk duan të punojnë për teatrin edhe më hapin në një dyqan aty, e shesin vezë dhe cigare dhe kështu. Se kanë ata e duan, e kanë fiksim fare, nuk vjen do të punojnë diku për. Ose të kenë një ide biznesi që është inovative, që se diçka të rëndë, gjitha kafe, akullore, dyqane. Deri te ku ne duam të bëjmë si bën bota, po ndërkohë edhe shumë mendje mbyllur. Në që u ti jemi mendje mbyllur? Po jemi mendje mbyllur. Për shumë çka kemi qesh, të thënë po. Ç'është kjo? Hiqe, hajdar. Se do na dalin në një kështu që nuk lejon, ta lejon YouTube-i pastaj. Janë të gjitha me licencë, nuk kemi licenca. Jemi mendje për ta shkuar për shembull, përveç Tiranës që është metropol, për shembull qytetet e tjera. Tirana e duket deri diku si tabu. Tirana është pjesë e Shqipërisë. Po. Po Tirana është dhe më modernizuar edhe si thosh edhe nas klubet e tjera. Për pjesët e tjera, për qytetet e tjera është deri diku si aliene, diçka shumë Për shembull, s'mund prisë ti, domethënë në jetën as stadion ç'a bëjnë Tiranë, ta bëjnë Berat, ose ta bëjnë Fier. Nuk pranojnë, mbase edhe të rinj që kanë ikur janë të në Tiranë. Pikërisht, ajo është e kushtëzuar, ka ndodhur sepse kanë ikur të gjithë, e kupton, sepse nëse do hapen diçka avash, pastaj të tjerët nuk është se kanë në qytetet e tjera nuk kanë as potencialin. Ti s'ke universitete kështu. Ku ke universitet në Fier? Gjirokastër ka. Po Gjirokastra, atë që ka Gjirokastra është ai për E mbyllën. E mbyllën. Po gatëm që drejt mbylljes. Shumë deb ekonomiku, gjitha që ishin
Ato dek do të thënë që e mbanin Gjirokastër në... Unë e di se këto gjuhë të huaja mbanin Gjirokastër. Jo, ishte ekonomiku, kishte ekonomiku, ishte infermieria, disa nga lëndët kyçe, do të thënë që e mbanin si universitet u hoqën si lëndë, si module. Si student ka atje? Se kam ide. Sa mund të ketë rësisht? Se jam interesuar nuk në asnjë. Si edhe kvaliteti nuk është i keq, unë më në gjimnaz kam pasur një profesor anglishte, domethënë ai në Gjirokastër ka bërë fillimin e bachelorin. Ata që Është nga profesorët më të mirë sa eksaktisht që kam njohur. ka qenë i mirë. Ai jashtëzakonisht shumë i mirë. Po ka qenë. Po flas ka qenë në brezin e prindërit e tanë. Universitetin atë kohë. Po për shembull ka në Durrës ka, në Vlorë ka, Elbasan, Korçë, Shkodër. Domethënë ka, si në Verisin e Jugë mbulon. Shkodër apo. Po s'ka më çfarë do bëjnë, janë edhe degët janë njësoj të gjitha, për çfarë do vejë të bëj ekonomikun në Gjirokastër, se ta e fusin terapit kod. Për shembull, ekonomiku nuk e di pse e bën Gjirokastër, ekonomiku do të bërë në Tiranë, aty janë gjitha bizneset. Ti mund të bësh histori gjeografi në Gjirokastër. Mund të bësh shkolla profesionale, agroturizëm, apo jo. Edhe pedagogjia shumë mirë është. Në këto qytete do ta bësh Shkodër, Gjirokastër, Berat, në vende që kanë çfarë të ofrojnë vëlla. Nuk është vetëm punë zgjedhje, është kota, pikë që do bëj normal. Në rregull, po unë them që mund të ndash profilizimin e lëndëve, mos i vë të gjitha kot, domethënë hap ti Financa në Tiranë, sa në Gjirokastër të. E di për shtatet, që ti ke më shumë çfarë i ofrosh studentëve në Gjirokastër, kur po studioj histori gjeografi, e kupton? Ose po të studioj art për shembull. Ke më shumë çfarë i ofrosh në Gjirokastër. Edhe vetë qyteti. Ka shumë duhet pa më shumë pikpamje ose ka edhe shumë studentë që nuk e përballojnë dot jetesën dhe këtë largimin që studentët e zonës që nga Gjirokastra, Saranda, rrethet për qartë, Tepelen, Dervin dhe të gjitha që duan të studiojnë ekonomik, por nuk e përballojnë dot jetesën në këtë qytet. Rasti konkret Tirana. Në rregull, po shiko. Pjesë që nuk duhet parë kaq tablo kështu domethënë e hap komplet, duhet futur më në details që të kuptosh ta, nuk është se të bësh vetëm gjeografin, histori gjeografin Gjirokastër. Ka shumë faktorë që ndikojnë. Po pra, po, unë po them domethënë në mënyra se si ti mund ta shtyshit të marrin pak emër këto, ti heqësh disa gjëra nga Tirana domethënë. Ti mos t'i japësh fare, se t'i japësh në një numër shumë të vogël, që rob që duan ta bëjnë domethënë të venden në qytete të tjera. Edhe normalisht pastaj të fillosh të rikonstruktosh, t'i japësh më shumë mundësira, kupton, të rrisësh cilëtetin e investimeve në universitetet që janë jashtë Tiranës, kupton. Kuptoj, nuk ndodh të diun çu do të thuash një tip monopolizimi të universitetit, që është universitet. Të disa degëve për shembull, kupton. Kjo deg bëhet X vetëm në këtë qytet, sepse aty janë të specializuar. Është ideja që asnjë qytet nuk është X specializuar për asnjë gjë. Një rast konkret mund të ishte për shembull mashinën bau që ne kemi këtu, domethënë që në Shqip nuk e di. Inxhinieri mekanike. Që mund të bëhet shumë në Elbasan, se ka gjithë ato metalurgjira, ka gjithë ato që mund të bëje praktikale edhe aty. Domethënë ishte një ide, por në shumë qytete tjera s'ka asgjë. Pse, për këto hoteleri, turizmi gjëra nuk ka kuptim të bësh në Tiranë, se çfarë mund të hoteleri turizmi të bësh në Tiranë ti? S'është puna se u bësh në Tiranë, është muhabeti që aty është e përqendruar gjithë ekonomia e shtetit, gjithë bizneset e gjitha. Aty je në kontakt. Nuk hyn dot në kontakt me bizneset dhe me biznesmena apo çfarë do lloji qoftë nga Gjirokastra apo rrethet të vegjël. Mund ta bësh shkollën, por nuk ke kontaktin, nuk ke. Në rregull, po nëse ti e bën këtë shkollën për shembull, të njëjtën shkollën në Gjirokastër, një vendin në plak. Një vendin ti do shpenzosh si student shumë herë më pak në Gjirokastër se do të shpenzosh në Tiranë. Duhet parë nga çështja e profesorëve. Edhe kur mbaron ti shkollën në Gjirokastër, do jesh gjatë 5 vite që ke jetuar atje, domethënë dhe e njeh shumë mirë dhe e ke krijuar atë idenë në kokën tënde, domethënë se si mund të dalë në banë ti. Pra trosh muhabeti thot shumë po studiojnë thjesht për të kapur një rrogë, se intereson vërtet ajo që po studiojnë. Ndaj po them, studimi. Aq mund si ke zgjedhje këtu në Shqipëri. Nuk është se po e studion. Si zgjedhje e ke thjesht në niveli ulët, e kupton, edhe nuk ja vlen të tjerat që domethënë në mënyrë pasive pastaj s'ke mundësi. Po si të bën si është bën pastaj ajo të gjithë ekonomik, të gjithë juridike, e kupton? Po të gjithë ekonomik dhe juridik. Ato han buk. Po sa në bukë bursi paguajnë juridike, sa paguajnë juristat na 300.000 lekë paguajnë. Po ha buk të pak, pa buk nuk ngel. E ke një Kjo është ide në Shqipëri. Po s'ke plak për biokimi dhe për këto, për krimi ushqimor nuk kemi mjaftuar njerëz që punojnë në plak. Po s'ka më. Se ata që e mbarojnë shkollën e mbarojnë në një nivel shumë të ulët dhe punën nuk e bëjnë dot, domethënë as në asnjë lloj që të bëjnë kontrollin, të bëjnë analizat e ushqimeve të gjitha. Kemi edhe ne fuqi. Sa fuqi, sa kompani ke që mund të duan vërtet biokimista. Një kompani, një biokimist do.
Po jo se s'do një, por ato që kanë mungesa punëtorësh, që ose dy, s'ka tre, kalifon. Maksimumi 2. Dhe janë vende të kapura, janë poste të kapura dhe që trashëgojnë brez pas brezi, familje, një përbesa. Di shumë mirë këtë punë. Qa janë poste që janë vërtet të kufizuar, që janë poste që në shumicën e rasteve trashëgohen. Qofte prindrit, nga prindrit tek fëmia, në përmbesa dhe nuk ngelet gjë. Se të punosh biokimis në shtet, do me thënë në kontrollin e ushqimit, kontrollit ushqimor sa ka. Mendon se bëhet kontroll ushqimor në rrethe. Mirë, ta bëjnë ndryshe, Shumë rrallë mund të bëhet, po që në rrethe. Ke zënë se ti je 18 vjeç tash je plak. Çfarë do zgjidhje ti do për shembull me të këto një uri që ke tani? Po do vetëm në Shqipëri. Nuk mund të dili jashtë, domethënë çfarë do të dyja diçka në Shqipëri dhe ku? Edhe pse. Do ta bëj ty të bëj, pastaj vetë të fajë. Nga pikpamja duke e parë tani po studioj ekonomi dhe kam disa dije. Do bënte më shumë kuptim nëse vazhdoj ekonominë aty, por që diçka jo është mbi populluar ka shumë. Me mend do ishte të studioje diçka mekanike. Dhe të hapje diçka. Për shembull, jemi shumë kështu ordiner, nuk do të jetë jo. Ordiner. Hap automobilistikën. Skemi. Made in Albania, makina, motora, pjesë, vida. Pjesa teknike, domethënë se fuqi punëtore ka. Landschaft për të hapur Sa duash. fabrika, fusha, male, kodra kemi plot, relieve kemi për çdo lloj gjëje, thjesht nuk ke fuqi mendje se punëtore krau ke. Pjesa e automobilistikës, pjesa e industrisë. Edhe kjo punëtor krau nuk është se ke shumë plak tash ti se i sa nuk ka argat për të mbledhur linjë plak, jo më tani për të bërë vida në fabrika, e kupton? Po të paguash, sepse paguash ke një vizion të madh para që nëse ecën shumë. Sa do e paguash atë? Po mbi normal. Sa është mbi normale për të ditë në Shqipëri? Në Shqipëri? Po 15.000 lekë. Po. 13.000 lekë të argat për mbledhur linjë, s'ka. S'ka. Po se është dhe puna e tillë, sepse për të mbledhur ulli do dalësh qop në vap, në shi, në borë, në diell, deri në terren. Në vap leshtë, në tetor mbledh ai. Kam fjalë nuk është një punë që ta bësh brenda ti mbyllur në zyrë, jo, po në një fabrikë. Po është sezonale, dhe po të punosh 5 ditë në javë në atë punë plako, merr më shumë se sa merr një nënpunës në shtet. Në fund të muajit, e kupton? Punë gjakë me djerë, si e thonë. Po. Po duhet diçka më e sigurt. Që dhemi pa diçka stabil e sigurt e pra, me siguri këtë po përpiqem të them stabil. Krijohen kështu si tip grupe ferma, që të mblidhen disa me njëri tjetrin dhe të kenë punëtor gjithë kohës, domethënë paguar, që të bëjnë të gjitha punët. Ferma më po. Po më shumë do isha te pjesa e industrisë, domethënë industrisë të rëndë, le të them. Në industri të rëndë vetëm industri të rëndë grash kemi. Po flas industri të rëndë, industri çelikun që kemi, çeliku që përdoret në Elbasan. Se mos e përpunojmë ta bëjmë diçka. Çfarë do të më atë çelikun? Thjesht ai çohet jashtë, bëhet andaj ata shesin sa do qenë. Po, pse mos siç është nafta. Nafta na del crudo. Industri të rëndë, domethënë këtë po kam fjalën industri. Çfarë po ndodh me çelikun me naftën? Ne gjithë shitet jashtë. Edhe mund të ishte blejmë prapë vetë. Po, ashtu me nafta ashtu bëmë. Nafta që del në ne domethënë kur bën ato në Vlorë, në Fier, ku gjithë ato, del nafta crudo, çohet në Itali. E përpunojnë, edhe vinë e shesin prapë. Kemi filtra më thetë ta, çfarë? Ai po them. Ka investim se ashtu është bërë lidhja. Po. Ashtu është bërë lidhja. Në Shqipëri mendoj se industria rëndo industria e hekurit, çelikut, automobilistikës, makinerit, prodhimi, të gjitha besoj se ka nevojë. Ti bëti çfarë do bëj? Një produkt vetëm të dali made in Albania që të jetë kudo në botë, që të njihet. Kemi. Çfarë? Bar. Okay, fal mua. E kam dhe të zonës. Vazhdon dhe sot e kësaj dite. Po. Vazhdon akoma? Po, kam kaluar një 7-8 vite, vazhdon njihet. Në ka lënë emrin në Europë. Ka lënë. Dhe linja për ty boç. Boçi. Çfarë do zgjidhje ti në Shqipëri? Edhe ku? Edhe pse? Duke parë tendencat e fundit. Nuk vetëm ngrihen çizërin se. Duke parë tendencat e fundit për mjekësinë dhe për specializim për këto kirurgji estetike çan. Kirurgji estetike. Këto gjëra. Pse më ne jemi njerëz të bukur? Po çfarë të bukur prandaj me bërë tërë kështu. Plastik. Fton Do bëhesh ti si doktor Skerdi, doktor Boçi. Pse jo? Krahas Skerdit aty ona. Au ju aty, pa story në Instagram, ra kështu bëj mund.
Bëj një hund, të bëjmë një hund falas. Ore, shiko për shembull çfarë buje ka kjo kirurgji estetike në Turqi, e kupton? Për këtë transplant. Ata kanë turizëm, po, ata kanë turizëm. Kanë turizëm dhe në çdo periudhë të vitit dhe në Gjerman bën andej për të bërë transplante flokë, ndryshime të ndryshme, hunda, këto çfarë bëjnë. Edhe Shqipëria, me sa kam parë dhe që vjen shumë nga Italia, që vjen në Shqipëri si ka shumë më të ulta. Po. Ke fitim, si biznes ke fitim. Mirë se ju po e trajtoni shumë mekanikisht këtë pjesën, domethënë, po Se ti çfarë ja ti në këtë rast, po ta bëjon ti. unë një ndërtimi, unë se ndryshoj, unë këtë që kam të bëja. Unë vetëm tisha budalla, në Shqipëri je princ, atë vetë po të dish të luash, është një gjë që është pak frikë, domethënë se është e gjitha një çike shumë ndërthurur në Shqipëri, domethënë që nëse punon për disa individ të ndryshëm, domethënë një detyruar në mënyra shumë ekstreme madje të vedhësh firmën dhe atje ku nuk duhet të hedhur firma, që ndodhin ato gjëra që ndodhen në Durrës, domethënë. Por në qoftë se që kam unë pjesë të fisit tim, domethënë të largët, por që i kam janë ose arkitekt ose inxhinier, e kanë të dy, se cilët kanë punuar deri diku për firma shumë të vogla, që kanë qenë si startupe dhe pastaj kanë dalë në vetë, thjesht punojnë për investitor, domethënë, dhe bëjnë ka filluar me budalliqe të vogla dhe pastaj ka kaluar bëjnë villa me gjithë projektin e marrin të gjithë vet, gjejnë ku dëgjon 2-3 individ që njohin që bën secili nga një pjesë. Përse se pjesa e villave nuk është do të në një kompetencë të jashtëzakonshme inxhinierike se kupton mund ta bëjë një arkitekt i mirë formuar. Edhe i bëjnë gjitha në mënyrë të pavarur. Për arkitektët çfarë mendoni ke? Arkitektët janë the weak link në të gjithë industrinë e ndërtimit. Nëse bëjmë shaka, jo, duhen, po ideja është se e ke parasysh më mirë syri se sanami thotë. Edhe shumica e arkitektëve janë shumë varilesht, edhe të gjitha që janë varilesht përdorin ata që janë jashtëzakonisht shumë të mirë. Ja kupton? Thon po jo se unë do bëhem si filani, e kupton që ka bërë atë gjën atje në Sydney, si Eiffeli që ka bërë Eiffel Tower. Po pra. Po shumica ata nuk është se kanë bërë një gjë të madhe. Po mirë, eksperiencë tani me kohën e tëra i ndryshon edhe për shembull çfarë pikpamjesh ka një njeri. Për shembull ai mund ta ketë, për shembull mund të jetë student e një person sot e kësaj dite, ka atë idealin e vet që do bëhem si ky, nesër pas nesër. Po pikpamja ndryshon si me vendin e punës, me të gjitha. Po që të bësh dikush që duhet të investosh te vetja, duhet i vesh mbrapa gjë, duhet të provosh gjëra që janë më ndryshe, duhet të kesh aftësinë të rrezikosh një çik. Se ajo Hadidi për shembull që ka arritur atje ku ka qenë në fillim i thoshin gjithë që i kot, nuk bën. Po tani në aeroportin e Pekinit, me sa di unë, në fundit ajo superstari aty. Shumë i bukur ka dalë, by the way. Google rob aeroporti i ri i Pekinit nga si ka emrin ajo Hadidi. Esra si ka. Zaha Hadid. Arkitekt një nga në mos më e mira në gjininë femërore, në top 3-shi, pa frikë fare, nuk diskutohet. Edhe meshkuj edhe femra pastaj mund të prapë në top 5, jo top 5 jo, është pak shumë, por top 10. Ka pasur njerëz që kanë krahasuar edhe me Uwe Arupin. Edhe pse Arupi ka bërë më shumë gjëra se sa Hadidi. Kështu. Edhe u rikthyem. Erdhëm prapë. Erdhëm. Suvonuam shumë. Gjithsesi. Çfarë na bësh tjetër në ato? Se kjo nuk pihet kjo me qumës çfarë. Seksi në plazh. Seksi në plazh ishte varilesht. Po me mojito. Po mirë. Është mainstream, është standarde, po është shumë nice. Ajo naneja je. Çfarë thonë ju nanes në Gjirokastër plak? Me dhë. Dhimo, jo dhimo. Dhjosmo, po nuk e dini nëse i themi asaj. Jo, i thoni Majdanozit dhjosmo. Se çfarë i thoni një gjë kështu. Jo, më kësaj thonim duket, po me thajnë edhe përdorim. Po, fiks. Ajo është nane. Kjo është mente, po. Kjo është mint. Po s'është një gjë. Kjo është një version, ajo naneja është një version tjetër, një ninjiki thonë turqit. Ku nuk e se as vetë di. Ja, më se këto në Kavaj dhe Elbasan të flasin gjysmë turqisht, domethënë ashtu i thonë një ninjik. Ne themi nane, ju thoni dhjosmo, grek. Nena Kosova kush e di çfarë thonë. Ata ashtu turqisht thonë, më shumë mund të thini ninjik. Prezim Bocin të bashkohet, por që duke mbaroj fjalën për pjesën e estetikës. Gjë estetike. Po prapë është diçka që ekziston. Është diçka që është gjatë aty. Nuk është inovative mjaftueshëm. Po s'po flas për inovitet. Inovitet. Mirë. Inovacion. Inovacion, ja. Si thon inovacion në shqip? Risi. Përparim. Risi. Po s'po flisim për ata, më the çfarë do bëj kur të ishin në Shqipëri?
Po. Po tjetër. Po tjetër. Po këto I kam qef në këto me biznese me gjëra kështu. Po pra çfarë biznesi tjetër? Lokale, këto. Lokale, si bar kafe, loto, ç'a? Jo, loto me restorante këto. Për shembull, e zëm se ke tash një kapital për start ku dëgjoj 50.000. Tiranë. Jo. Ku? Tiranë nga jugu mbasa. Jo, Vlora po e po. Po ideja është sezonale, kupton? Edhe në Vlorë këto. Sezonale, prap, domethënë mirë do ishte. Se në Tiranë ka shumë konkurrent, po një lokal të ri, një biznes të ri që hapet në Tiranë, pa patur njohje, pa patur kështu. Po ata që kanë sjellë risi për shembull edhe në rrjetet e restoranteve në Tiranë, prap kanë pasur sukses, të gjithë kanë punë, kupton? Grop kanë dalë ata që janë normal, domethënë që nuk ofrojnë asnjë gjë ndryshe, nuk kanë asnjë pikë eksperiencë, domethënë nuk kanë as standard ushqimi, as në një ambient wow, kush e di, domethënë ata groposen. Po restorante në Tiranë për shembull nuk se mbahen shumë. Ka gjithë ata. Fakti që nuk I kemi konsumuar ne, domethënë si gjëra, Tirana ka zakonisht shumë, edhe për çdo lloj niveli domethënë. Ka, dakord, po për shembull këto restorante fundit sushi që kanë parë që janë hapur në Tiranë, okay, se është një ushqim tjetër, nuk është ushqim shqiptar dhe tërhiqet njerëzit, nga kurioziteti. Po besoj se në Tiranë për shembull të rinë më shumë sukses kanë bar kafet. Të natës me koktele me kështu, se sa për shembull nuk ketë për shembull të hapë një restorant. Po se shfull në kultura akoma mendjem, se okay, vërtet to kanë shumë punë, ose ne me kulturë jugore përgjithësi në çdo vend jugor të Evropës. Çfarë ai më që është mrizi zanave, çfarë ai? Po, agroturizëm. Agroturizëm, ushqim tradicional, por nuk është se Po nuk kam mjaftuar restorante që ofrojnë ushqim tradicional. Shumica që janë në Tiranë janë pizza pasta. E kupton, steakhouse, kana lotëria sushi që the ti. Po nuk keti, ose të paktën dinin time, nuk keti në një restorant superstar që të ofroj ku dëgjon tani. Nuk është shqiptar tradicional. Tav kosi. E kupton, nuk është se ke në një së bën, s'është të mund. Ne duhem timi gjithmonë si jashtë, duhet të konsumojmë gjëra që janë shumë larg nesh mundësisht. Po. Se di. Për shembull për këtë për një biznes, për shembull për një lokal, bar restoran për shembull. Dhe sezonal tjetër, për shembull Vlorë. Se Vlora të rriqet shumë, për shembull, po të shikosh edhe shumë Tiranës, gjatë fundjavëve lëvizin shumë gjatë jugut. Ose ke tërë që vjen ndërmia, ku ta diun llogara, lëvizin, ke qarkullim. Po. E Vlora është për shembull si pikë mesme. Se nuk vetëm jug pa kaluar, po skalove në Vlorë. Edhe kafet po e po. Një lokacion bukur aty. Bukur. Ose kur hapet edhe rrugëria, nuk e di unë çfarë më than. Që hapur rruga nga lart. Po. Që skala mes përmes Vlorës. Po. Një lokal aty, janë hapur se lokale po. E ke pamjen e Vlorës kështu. Një lokacion aty, një lokal, pa shoh. Një biznese për shembull që më dukesh një të kishin pak funksion të përgjithshëm, domethënë të funksionojnë mirë ato biznese që janë vetëm për pjesën e turizmit, domethënë thjesht biznesi pastrimi, për shembull. Nuk mendoj se kam mjaftuar shumë në Shqipëri përgjithsisht. E kupton, pastrimi ndërtesa, pastrimi zyrash, pastrimi shtëpish nuk kam mjaftuar shumë, akoma sot vazhdojnë marrin njerëz direkt domethënë. Që paguajnë edhe të zdesë, nuk paguajnë asnjë sigurim asnjë gjë. Por mund të kesh kompani pastrimi për shtëpi që janë këtu domethënë me hap me të gjitha domethënë që I vë orarin kur do të vijë ai të pastrojë të vjen bam bum bën çdo gjë online. Po ç'është me kohë, ti mendon se shpartit kanë rrogat për të marrë një kompani për pastruar shtëpinë? Po më mos do ta marrë ai që s'ka, mos më them merret edhe ti se s'bën, se do ta detyroj njëri. Te do të kërkes ka. Do të mbera kjo gjë. Po që po në Berat po them edhe në Tiranë dhe të gjitha. Po pra po ti I paguan një person nën tavolinë, si thon, pa I paguar asnjë lloj siguracioni. Kur nëse ke një film, domethënë paguan një kosto fikse ti dhe ti po jep dhe rrogën edhe siguracionin me të gjitha. Funksionon. Po ta vazhdoj këto të kosovarë, domethënë me atë aplikacionin Gjirafa, si e ka Gjirafa e ka. Aplikacioni në Kosovë që është edhe si tip Liferando, që është lip catering domethënë edhe për ushqime. Apo Majmuni, si e ka. Se që kanë vënë një emër budalli, kështu domethënë. Babune, që është në Tiranë, po. Shumë mirë ka ecur. Shumë mirë, po jashtëzakonisht shumë mirë ka ecur domethënë. Se s'ka qenë. Edhe ti e ke më mirë të futesh në një aplikacion të procesës diçka të vjen se sa të futesh tani të gjesh numrin e telefonit të atij që bën sufllaqe atij e filani, e kupton. Kurse ai i ke të gjitha. Kurse ne dim vetë këtu ato aplikacione që përdorim me shumë më kollajshme kur I ke 20 opsione të ndryshme. Pastrim kimik ti nuk kemi aftuar.
sidomos në Tiranë për shembull është super biznes për tu hapur. Lavanterira gjëra. Gjithë ata robë që janë nëpër zyra, rrogën nuk e kanë mjaftueshëm që të marrin kështu pastruesa në shtëpi, po që edhe kushtet që ti bëjnë të gjitha punët e shtëpisë nuk i kanë. Ti di shumë mirë që janë ato punë që privilegjojnë 8 edhe vjen 8 në shtëpi prapë. Çfarë do bësh më përpara? Kërkesë ka shumë. Nuk i kam vënë edhe një qytet studenti për shembull në Tiranë, stili poshtë, aty ku kam lëvizur unë gjithë ato që kanë, që janë 1 ose 2, domethënë janë plot gjatë gjithë kohës, full. Në gjitha mëra. Hej, dhe mirë do ishte. Po pas ato lokalet janë vizive, okay, është diçka që duket, domethënë, duket gjë e bukur, edhe pse rob bëjnë qef, kënaqen e gjitha, domethënë, po kjo është një shërbim që ti ofron të tjerat. Pastaj nuk e kanë atë emrin aq fort, po leku deri diku është më i pasur, se ti e vret më pak më në pjesën e klientelës. Se sa me lokalet. Me lokalet janë konkurrencë drejt për drejt. Kurse të hapësh në lavanteri, konkurenca e vetme është ajo tjetra që është diku tjetër, që do jetë larg teje, kështu që të paktën e siguron atë rrethin tënd aty. Se do vjen njëri të ngrej krah. Lokale apo lavanderi? Si? Vende punë nuk ofron shumë lokale apo vend lavanderi? Varet ç'a grade je. Po të hapësh një lokal në një lagje për shkak do kesh baka marrë një banakje. Ose 2 ose 4. Ose lavanteria do dom minimumi 5 veta. Për mbaj vajti, domethënë. Kur zgjerohet pastaj kur fillosh të kesh 2 tunet e mbushura, akoma më shumë. Po të eci mirë fare mbas 2-3 vitesh, do hapësh turnate, se sa del dot. Ose do hapësh një filial tjetër, e kupton? Po ideja është e njëjta punë për ditë dhe ata personat janë të siguruar për ajo që ka punë. Nuk është si lokale do rishin që më shumë se as po ikin këta se nuk dua ti çoj se më ikin klientela apo kështu nuk i thua, skepse i thua, "Ke orari, në fakt ku ikën ti vjen tjetri, ja çao." Në shpo fikse domethënë. Pa më shumë mendoj. Pastaj pisa industrive që këta është gjë tjetër, pastaj do kapital kështu kapital starti domethënë do shumë më të madh. Do të hapësh një fabrikë, do të gjejnë gjithë aparatura nga jashtë të gjitha. Se në tekst kemi normalisht. Do dhe njerëz janë të futur atë, domethënë janë të lehtësuar që mund të kenë punuar jashtë diku që janë interesuar për shkak të hapin. Po dhe të kualifikuar deri te këto. Po më shumë kontakte me njoftës se të kualifikuar më mënyrë. Edhe tek firma që janë përpara që kërkojnë atë të hapësh në Ballkan, domethënë nuk binte fare Shqipëria në radar. Do vetëm në fakt domethënë sepse nuk kishin lidhje fare, nuk njihnin njerëj. Kurse shumë kur dëgjon në Bullgari kishin, në Bosnjë kishin, për shembull. Atë gjithë ata që kanë firma të vogla këtu, me 10 punëtorë domethënë, thjesht ajo ka një filialin atje që e bën këtë punë domethënë. Do të mësoj me atë faktin që duhet të çdo gjë në letër, domethënë. Nuk do të vazhdojmë me të punë të zezë, paguash ca kështu ca ashtu. Normal. Ti që sa ndryshoj për shembull, mos jetojnë në Gjermani, jetojnë në një vend tjetër. Këto zgjidhje. Këto zgjidhje. Në çfarë rrethana aktuale reale po thëj? Po, përgjithësi po pyes unë. Si student, okay, Gjermania bëse të ofron shkolla, të këto kompanitë që janë të mëdha, japin eksperiencë. Po për shembull edhe për punuar për më vonë. Do vazhdojnë në Gjermani apo Shiko ka disa opsione domethënë se varet se industria është një çik për shembull për në një të ardhmen të largë për shembull që janë më mirë do ishin diku vende qendrore të Amerikës për shembull. Më kupton që ose Jugori, Mississippi, Arizona, Texas, e kupton, se kanë marrëdhënie shumë të mira për taksa për biznese për gjitha. Po ideja është atje që industria e ndërtimit atje është shumë varilesh, ata I bëjnë çdo gjë për druri, për shembull, I thryni një herë I merr shtëpi jetë poshtë, e kupton. Nuk është se e shet dot sigurinë që shet në Gjermani që I bën çdo gjë, themelet mbajtura beton që e kupton në Europë në përgjithësi që mos që s'kan bërë nënë, nuk e gjen gjë atë, jo urakan të jetë ai, po tërmet të gjithë. Po, është lobingu I firmave të prodhimit, domethënë të drurit ato është shumë I fortë atje. Kështu që ata që duhet ta afrosh duhet të jesh vërtet I gatshëm të kesh një kapital që edhe që gjyqësori do ta hapen domethënë për gjithë atë që ti përballosh. Po kalove atë pastaj ja del. Anglia është shumë larg prap, domethënë me të gjitha, sidomos me budalliqet më të vogla, thjesht rikonstruksioni një parkingu në Angli për shembull paguhet jashtëzakonisht shumë mirë, nëse ti ke një firmë tënde, në rast by the way që është real, domethënë s'po nuk është thjesht për marrë shumë një histori vërtet që del me një përfitim mbi 20%, që shumë fare, e kupton, është katastrofal shumë. Qëse ti bësh ashtu siç duhet domethënë. Normalisht do detyrohesh të punësosh një 2-3 anë të zezë, sa të marrësh atë hovi. Po është një vit sa vendosh çik standardin. Krijon lidhje, pastaj merr edhe më shumë punë. Ço do ishte një kritik që do kishe ti ke ca eksperiencë punë në këtë inxhinier ndërtimi që po studion.
që mund të kesh për ndërtimin përgjithësi që zhvillohet në Gjermani, të godinave? Kritikat kam unë. Inovacioni, janë mbrapa goxha. Është ato që më the që parë. Po sepse nga që është kjo fryma green, domethënë për të mbrojtur ambientin e të gjitha. Ka vetëm 2 shkolla mendimi për momentin. Njëra është që ta bëjmë çdo gjë green, e kupton? Pavarësisht se çka kosto e ka. Edhe është mendimi tjetër, domethënë që fakt green do të bëjmë çdo gjë të marrim sa më shumë lekë ndryshme. Në fakt zgjidhja është gjithmonë në mes. Pothuajse për çdo lloj teme të ndryshme, zgjidhja është gjithmonë në mes. Do bësh hibrid, diçka të bashkuar. Merë edhe sigurinë e ndërtimit që t'jep betoni, domethënë. Merë aftësinë mbajtje që ka hekuri. Edhe pjesën që mbron ambientin me drurin. Po ti përdorësh të gjitha këta me një godinë që me mendimin tim shumica do të bëj kështu. I ke të gjitha all inclusive. Po fakti se nuk kam mjaftuar shumë research, nuk kam mjaftuar shumë kërkim, nuk ka arritur deri në atë farpike që diçka e tillë të jetë lukrative. Po ti si mëson shkollë këto lëndë që bënin? Mëson në shkollë, në lexoj vetëm. Dakor, këto lëndë bazike në shkollë ti besoj se i kanë vetëm beton, nuk kurse kanë ndonjë me dru. Jo, është dru. Dhe ka dru? Unë edhe diplomën në dru do e bëj. Po s'është problemi të shkollës, jam inxhinier. Problemi fillon te arkitektët prap. E kupton? Zakonisht për gjëra, nuk po flasim për gjithë Gjermani inxhinier, po vepra të mëdha ndërtimi nuk diskutohet, ato i ka inxhinieri, për shembull ura, kulla, gjëra, domethënë nuk diskutohet. Ideja është për apartamente, për gjëra, kur e fillon arkitekti me idenë që ka. Po. Edhe në qoftë se arkitekti të thotë domethënë që okay, ti si inxhinier statik domethënë ke të drejtën të manifestosh aftësinë tënde inxhinierike në këtë projekt, mjafton që fasada të jetë kështu siç dua unë, atëherë ti je i lirë të bësh atë duash në atë pjesën, sepse fundi afare për çfarë lloj ndërtese ti atë i fut thjesht kolonat karabinane, po thjesht vetëm me kolona betoni domethënë, dhe çdo tjetër pastaj e mbush ose me tulla. Por që prapë se ka nevojën fare se mund të mbushin me dru. Edhe ka mjaftuar shumë teknologji për ato. Po pastaj është ai problemi tjetër që Europa edhe në të gjitha është shumë e varur nga Kina, për shembull, edhe çmimet tani sidomos në Covid janë sky fucking rocketing. Në pjesë çdo gjë është bërë shumë e shtrenjtë që vjen që andej në pjesën e sa duan të vinë këtu. Influencon kjo cilëtetin e ndërtimit? Normalisht po sepse gjithë ky prodhimi kualiteti më i lartë gjerman nuk shitet asnjë në Gjermani, ose shitet 1% në Gjermani. Diku te 70-80% shitet në Amerikë dhe Kanada. Edhe pastaj në Angli, në Francë deri diku. Këtu në Gjermani të ndërtohesh nuk e përballon dot të marrësh materiale që prodhohen në Gjermani. Se i bie me që ti di shumë se çfarë shumë kanë shtëpi aty tash. Që ta ndërtojë me materiale gjermane, kesh bëri kyçin në mbyllje fare, se nuk ja lën. Ja kjo ka krijuar gjithë ato janë të krijuara nga varësia nga Kina ose nga Azia në përgjithësi, se ka disa materiale vinë edhe nga Bielorusia direkt. Domethënë, që ata nuk e di, zoti i lartë di se çfarë kursi punë kanë ato. Ose ata që punojnë në Shqipëri ke fasone. Punojnë në Shqipëri. Trajtojnë si kafshë atje domethënë. Versace-n e blej që e blen në Milano, apo Guessin, apo çdo lloj firme, mega firme që bëhet, domethënë që i shesin sa i shesin. Po puna është paguan rrogë nën minimale. Edhe ndodhja di njeri. Deri në një moment që edhe Shqipëria do arrijë një grad për shembull, edhe do ngelen ata kështu. Do fillojnë të gjejnë një shtet tjetër pastaj ku ti çojnë. Është goxha e komplikuar. Po që një person pastaj në industri të tilla, një person i vetëm është të harosh domethënë. Për fasonerit, më mendja se është pak më e thjeshtë sepse ka dhe konkurrencë firma me firma, po në ndërtim çfarë do bësh? Ajo është një industri e tërë united. Lobingu i industrisë ndërtimit pas naftës edhe metalurgjikut është më e fortë aty. Metalurgjiku në kuptimin mekanik, tonë dhe për makinat dhe për gjithë. Do të thënë po ti je në Shqipëri, inxhinier ndërtimi do studio. Nuk diskutohet fare. Do të kishte një opsion B? Histori. Nuk diskutohet fare, është histori. Harrova. Histori në Gjirokastër. Po larg qoftë andi. Pula gur. Nuk ju duam. Ças do? Historia larg. Po ju doni vetëm ata e ladhat. Nuk ju duam. E të doni ju, nuk ju duam ne. Po kush ju do ju dhe më? Ne na duam. Po ti sa po e the që po e mbyllet e plot. Mbyllën se ashtu është muhabet. Është muhabeti. Zdigje ti. Gjo mua.
Pijem qaf kot në për më fjerë s'ka se në qa keni në që më fjerë? Domate. Trangu. O trongu. Ere byraze. Pse nga Berati që keni ju? Ne? Në shapit në vete aftjerit. Ja, mua. Një. Faktori kyç. Po kemi shumë gjëra. Ati potenciali që ka në këto qytetet janë shumë i madh. S'dim, nuk ne jemi bërë xhep tash fare. Jemi bërë xhep edhe për vetë Berat do vesh vetëm se do vesh Berat. Nuk është do kalosh, nuk të çon rruga. Edhe ajo ka groposur atë si vend fare. Edhe një universitet që u hap atëre, ashtu si u hapa i ufa, po ishte, më erdhën ca njerëz, e kupton? Kush tash s'ka ngjyrë më asnjë gjë. Çfarë? Asnjë. Lidhet si isha unë për vitin e ri, domethënë vetëm datë 31, kur i ka unë i kanë Tiranë. Domethënë, ato ditë u mbush plot domethënë, aq ishte. Pastaj Tirana nga jashtë. Ora 6:30 boçi kam njeriu. Kështu sa bëj natë edhe i ftohti i bën të vetën. S'ka se çfarë do bësh, vetëm në kanë, nuk ka asnjë gjë tjetër. Është vetëm i fokusuar në një vend. Po kështu call center kam Berat? Jo me sa di unë. Si të trashë dhe po ka shumë hapë, edhe në firmë nuk të shnapë të. Se di, sa di unë që në Berat ka industri të rëndë femrash, fasoneria. Roba qipsi ka që bëjnë jeans, brek, sutjena, që në të pëlliqit gjitha. Të brendshme, E specifikova, recipeta, qa i thoni tani, ha? Mirë, ha. Të brendshme. Të brendshme të vicit, të brendshme të pulës. Pasaj ka kështu bare i gjëra, ka fabrika ushqimore. Okej, po ja, te këto roba qepsi punoj zakonisht femra. Vetëm femra, domethënë mund të kenë një mashkull. Çunat rinë shumica në për kafe, thonë që si jetu do ikim. Ata që punojnë, domethënë punojnë se janë vërtet çuna të mirë edhe pavarësisht se paguhen shumë keq, domethënë nuk trajtohen mirë, të paktën nuk duan të jenë parazitë, domethënë dhe ja bëjnë smetin gjës, nuk e lëm pa bërë asnjë gjë. Po. Por që është pothuajse e pamundur të dalësh nga ajo vorbulla atje, sepse me zëmë se do punosh ti, do t'i qojnë banakirë me vetëm marrësh 300.000 lekë, çfarë do bësh me ato 300.000 lekë? Po, jemi në të mosha, që po vetëm 25 vjeç, që ata shoqët kam unë janë 30 vjeç, për shembull, po me 300.000 lekë që do bëj çfarë shtëpi do marri? Do marri, po pra, do marri grua, do kenë një fëmijë nesër pas nesër, e kupton çfarë me 300.000 lekë. 300.000 lekë do marri ai, do marri 280 ajo do punojmë në fasoneri, do punojmë si kafshë ditën domethënë edhe ne do dalim në fund të muajit. Po. Megjithëse domethënë nëse jeton në një jo fikse në qendër të Berat, domethënë okay, qerat janë të mira. Po nuk është se janë kushtet, e kupton, janë nuk është se jeton rehat të pakun thua që okay, po punoj po vdes, po të pak në shtëpinë kam në rregull, edhe i kam gjërat e tjera në rregull. Është mund nga të gjitha anët domethënë. Po. E kupton, si kushtet e shtëpisë, si lagjet, si shkollat e gjitha, nuk është se kanë një standard. Ata që merren me investime merren vetëm me pjesën e fasadës, e kupton, atë sheshin e kanë bënë 2-3 herë, këtu e prishin, i bëjnë prapë, prishin e bëjnë prapë. Ti u s'kan çabën. Po pse ajo duket, e kupton. Atë shetaj, domethënë, edhe lagjet janë akoma shumë të baltë. Ore, ç'është bërë ai Arushi Madhëra? Kur ishte bërë? Ç'është kuptimi? Asnjë lloj kuptimi, se janë idiota, nuk dinë çfarë të bëjnë, ne kishim parë në Instagram tek një dyqan i Chanelit në Paris, më duket. Ne kishte bërë këtë. Edhe këta kishin parë, kishin bërë dhe në Berat, këtu ko dini njerëzit bënë një foto kështu. Nga 40 vjeç për shembull me gruan, kështu ato foto që bëjnë kështu me kran qafe, ke parasysh? Edhe bëni foto për vitin e ri. Ore vitin e ri, bëjnë ai foto. Kishte pemë në Berat, keni pemë në Berat? Kishte edhe një pemë, ishte çiku tuti ishte pema. Po pema ishte shumë madhe, se kishin parë në Arush në rrobat dhe nuk bënte më njëri foto të pema, bënin të Ariut. Po që dukesh shumë stupid, se Ariu ishte direkt më para Mangalemit, domethënë. Nuk i bëte ura që i bën foto Mangalemit ishte edhe Arushi aty, kështu që duket shumë brutalist. Mbas vitin këtë vit, do bëhen në qytete të tjera. Po, në vitin tjetër do provoj një tjetër në një balen ku dëgjon, çfarë varet. Ka qenë ajo test zone. Lere testi mund të bësh në Berat, e certifikuar, që do të bën foto të Arushit. Në qoftë. Nuk lejohet, pak ndion prezencën time, mos ka vajtur shëra si pse. Pafund më mbani rrok njerëzit e Arushit për zotin lart. Ralla për të bërë foto të Arushit që thoi ti që edhe ke fronca daja, ke fronca do i feli nuk mbajnë atë radhë rob. Në Fier kemi varg. Çfarë varg? Është një varg që i kam shumë lart të poshtë. Ç'është kjo varg ka fshu. Po ma i kam shumë. Si ta shpjegoj? Pjesë.
Si cirk, si... Nga këto që jipën e se... mo... O zoti ma... Ju varë që jep atyre. Po shumë bastarde këto, ti e në Tiranë, në Qeshtë, me thënë këto, kështu makina, akoma gjëra kështu. Mos ato mirë. Po qa minë, me se që ajo ta janë sot 2010, 2007, e kupton, Po viku ko atyre kanë... Po më sa bërë, ato vite nuk janë bërë. Edhe gjithmonë bie. Nuk ishte në ku ishte, në Landsberg-le? Po më Landsberg-le ishte, po nuk ka qenë me se ti sa u bëre kaq vite ti. Po s'ka qenë nga korona, mo. Po jo vetëm nga korona, me si po i thrastin mendin njerëz që janë budalliqe. Pastaj në Tiranë pothuajse janë konstante, nuk është janë vetëm sezonale. Janë pothuajse konstante. Kurse ti e ke për sezonin e Krishtlindjeve këtu edhe ikën, haq është. Apo. Po se këte ka gjithmonë, është Oktoberfesti. Pas Oktoberfestit, zakonisht, pa dhe gojtu korona në këtë rast. Është Oktoberfesti vend Vajnasman. Pastaj kush vjen këto të Pashkëve, që se ke parë në dyqane, sa ikën Vajnac nisin këto të Pashkëve. Pastaj Behari po që ka lëvizje, s'është nevoja që të bëj ai këto tenda që tërheqë klientela se ke tëra vende të plot. Kështu. Po po ne çka kemi vitin e ri, do të bësh për Krishtlindjen, çka, për Bajram se bën dot, për Bajram janë zona ata, ti e falen përpara Skënderbeut. Nuk ka vend. Shqipëri sa nuk e di brezi në paktë, edhe me familjen e më shoqërinë që bëjnë kështu piknike. Ço piknik është? Piknik mo, park. Shtriu në bar të lë. Po. Shumë se kam para, nuk e di që bëjnë kështu piknik. Jo, piknik ne vinim mandej sipër nga qershit. Ai është pikniku punoje, pastaj kur ishte shumë i lodhur, hajnë. Ne nga Fieri, po për Fieri to zoti më. Ne vemi në Poljan dhe në Apolloni për shembull. Ani kështu buk me djathtë me domate atje në Apolloni. Buk me vete, sa të shijon. Sa të shijon? Po. Shumë se është edhe ke parasysh shkon blidhesh thjesht ose bë zgare. Los. Bëni zgarim në Fier. Nuk dia sa janë në djathtë domate. Keni dhe mision? Alo do turën tër Fiera këta shiore berat. Jo, më pse un kam jashtëzakonisht shumë respekt. Disa nga njerëzit e mi të preferuar janë Fiera. Me gurkën e kapë me lushnjarët, tani e ke me Fierakët. Ç'a ke ti? Nuk kam asnjë gjë, unë të thash disa nga njerëzit e mi të preferuar janë nga Fieri. Faleminderit. Jam përkundrazi. Përkundrazi që nuk kam asnjë lloj negativiteti. Nësimi as bakthara. Si është? Jo, as domate sa ani ju. Vetëm baktarës mund të jeni po. Cila është fytyra e Fierit për shembull, prodhimi numër 1? Sa shihni ja komal lusha, s'keni çaj bën. Me çan buret Fieri? Çan buret? Domate. S'muremi fare, të shkëndet jemi njerëz të mirë kështu. Po këto serat e domateve të këto, domethënë që mbajnë Fier, me sa di unë. S'jam shumë updateuar këtë gjë. Po mbahet është dhe autogrila. Po Gyrke po Gjirokastra me çan buret. Djathin ore, Gjirokastre më të lutem. Të barin Lazaratit apo ikoj. Ikën delegatët. Ikën delegatët. Djeth Gjirokastre. Qa djathi është ai gjani ju? Ka mund aty frifer. Djeth Gjirokastre? Ç'neti? Djathi i vjerë. Djathi i vjerë. Si djathi qa? I vjerë. I vjerë? Qa thua? Djath dhije. Dhije. Dëgjuam gabim plak, dëgjuam shumë gabim. Shumë gabim. Bëri me stil ai. Je shumë shakator plak. Lësti. Një lësti filani. Hajde, o mori cepave, ngule bëthën. Qa po bëme, qa po meresh ashi? Sa dim të themi edhe këtyre biliona dëgjuesve. Me qa do i bësh mojitot? Me raki? Provoj me rob shpije, provoj një gota bësh mojitën në vend e rumit raki plak. Do jetë fire. Do të editojmë jashtë, mos na vjet një risi de biznesi pastaj edhe hapet shumë mojito rakie pastaj në Tiranë. Vjen nga alkooli ju? Na mi pijet. Po, s'është shumë fort. Fierake, po ju se tha që s'kemi pira asnjëherë raki që. Unë kam pira asnjëherë. Unë pi gjithmonë. E din të shtëpisë? Në shtëpisë ti. Ja, të shtëpisë mi, po. Ça brezi zoti ma. Ja bravo. Ça brezi, më një brezi, jo ça brezi. Brezi është vogël. Sa më vogël? 3 vite. Po 4 është nga mua, si? Si 4? Po mirë 2 vite. Brezi, ti i moshmi. Jam unë jam i ri, unë jam lule të rinisur më se i gjaku. Unë s'kam thënë që jam i moshmi. Mos e gjetë tjera.
Nuse? 3. S'kemi, do ju thëni babait do na bëjmë shumë mbledhëri. Marrim një nga fshati. Po, do të dinë të bëjmë byrek. Se nuk e se do pozitiv për byrek. Që do? A ty kam vetë momentit të bëjmë byreko. Më me thënë tjera mos i këtë regu, po bëri byreko. Ta si edhe asu. Ta më i tavë. Su një tavën patlıcan të bushur e do robi. Na vdisha me këtë tavën patlıcan. Po se bëri, ja, vetë bëri fërgesa, aty kështu na gënjeve na. Friu ani. Unë thash atë të parë se ti i kanë di, dash. Qa fërgesa ajo, tavën patlıcan ka qenë të punë. Çfarë do jetë të punë? Çfarë kishe për të Do bërë? t'i ndash, do të përgatisësh ndërtesën. Ja pra kështu jeni në themat e sotshme, kupton? Një tavë thonë sa punësh. Imagjino të kesh 4 fëmijë për Gatuan tjetri qa thuhet? të kesh vjerin, do kesh Qa vjerin thuhet kur i nesër. gatuan tjetri, ore? Faleminderit, lëmë shënduar. Dalun se kemi provuar. E, po mirë, thoj lëmë shënduar Do gdhini njerë. apo jo për ta ndalë. Internatën zgjuar gatoj për ju? Mund të vemi edhe në spital pastaj. Po, Se këtu ka ca lajme kështu për dasma në Fier që janë kështu 200 veta në spital pse nga mishi. Prapë në Fieratë ti? Nuk ka qenë ajo lajme apo pak në Kavaj ku ka qenë. Aty e zonë, zona e fushës kështu. Ishte periudhë behari atëherë. Periudhë behari kështu. Shtype, më fort. Ai sheqeri, kështu sheqeri ka vjedhur, ai vdes për sheqer kështu. Po nuk u vajti diabeti 6 milion, nuk është ëmbël mjaftueshëm. Bëhemi edhe ne gati tash për të mbushur gotat përsëri. To janë cikat i filanëve tash kështu live subscribe sa janë ato, bëj çka të fjalimin e fundit. Ua, për të postrezarin. Faleminderit që na dëgjuat sot. Ju lutem, bëni like, subscribe dhe na lini një koment. Ju presim në episodin tjetër. Mirupafshim. Arda Berisha, Top Channel Prishtinë. Po, se që kona bizerin nëse njerë. Pse zëria sa shumë bukur. Pra ne të bëj, do të flasi këto spikere, Provoj. se merr në orgone Spikere. mos Tu forsi spikereve? Qyre! Qyre Spikeren! Hajde Qyre bravo. spikeren! Ani! Kena i gjë për thëndi? Ato që thashe në fundit. Kur të presim të? If you know, you know. If you know, you know, po hajde bëjnë qik premtimin live të shiktu që kur pritesh ti episodin tjetër? Qofim. Jo, s'ka të shofim më valla, do ja pësh orarin eksakt. Ti jena mi me shëndet. Ti na më mesh nësi, nuk i shikoj me këtë zërin e Fierit nuk të shkon ai seksi Kosovës fare. Të jemi. Ço ta Çë, jena? çë, çë. Veti. Që brekuoha dheri. Po bëave. Ani tash Kur po vina? po Kur vina po ngjona? me kismet dash zoti modh jovën tjetër. Të lundë goja. Hajde bra, bëhesh mirupafshim për mirë angëzime në raste të tilla unë bëresim. Hajde, ciao.